Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Koalicioni vlen e vlerëson praninë e zëvendës kryeministrit Arben Fetaj në Doha si dëshmi të një përfaqësimi serioz në platformat ndërkombëtare që trajtojnë sfidat reale të korrupsionit. Zëvendës kryeministri ndodhet në Doha në kuadër të konferencës së Organizatës së Kombeve të Bashkuara kundër korrupsionit. Modeli prezantuar nga Fetaj reflekton qasjen që mbështet vlen se lufta kundër korrupsionit nuk ndërtohet mbi deklarata, por koordinim institucional dhe mekanizma konkret zbatimi. Sipas vlen, vetëm politikat e bazuara në të dhëna, digitalizimi i proceseve dhe transparenca mbeten shtyllat themelore për reduktimin e korrupsionit dhe ndërtimin e institucioneve në shërbim të interesit publik. Richard Grenell, i dërguari i posaçëm i presidentit amerikan Donald Trump për misione speciale, qëndron për krah Edi Ramës në deklaratën e tij për gjyqin ndaj Hashim Thachit. Grenell ka shkruar se Rama ka të drejtë, dhe se ndaj ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi po bëhet padrejtësi. Sipas Grenell, Jack Smith është një turp, aleat i NATO-s dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Edhe poshtë çështjen ligjore Jack Smith kundër ish presidentit Thaçi në Hag dhe i turpron europianët që lejojnë që padrejtësia të vazhdojë, shkruan Richard Grenell. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë adresuar kritika të forta ndaj Serbisë duke vlerësuar se gjendja e demokracisë në vend është shqetësuese, ndërsa kushtet për mbajtjen e zgjedhjeve janë cilësuar si të padrejta. Këto vlerësime përfshihen në ligjin për demokracinë dhe prosperitetin e Ballkanit Perëndimor, i cili u miratua javën e kaluar në dhomën e profesuesve të Kongresit Amerikan. Ligji është pjesë e paketës më të gjerë të ligjit për autorizimin e sigurisë kombëtare për vitin 2006, i cili u miratua me 312 vota pro dhe 112 kundër. Pas miratimit në dhomën e përfaqësuesve, ligji i është dërguar Senatit dhe më pas pritet të shkruhet nga presidenti amerikan Donald Trump. Ky ligj ka detyrime konkrete për Departamentin Amerikan të Shtetit dhe Pentagonin, duke përcaktuar qartë qasjen e politikës amerikane ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Shqyrtohet sot heqja e imunitetit të deputetit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Këshilli i mandateve dhe imunitetit do të mblitet për të shqyrtuar kërkesën e SPAK. Partia Demokratike dhe kryeparlamentari Niko Peleshi më herët janë përfshirë në debate sa i takon provave të ofruar nga Prokuroria Speciale të kyçura në kasafortën e protokollit me argumentin se materialet janë sekrete timor. Balluku dyshohet se ka manipuluar 12 tender me vlerë 1.2 miliardë euro, u ka bërë presion dëshmitarëve dhe rrezikon të bëjë krime më të rënda. Ndërkohë në mbledhje marrin pjesë edhe prokurorët e SPAK. Një ditë më parë, apeli i gjykatës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit la në fuqi masën e ndalimit të daljes jashtëtetit të Ballukut, ndërkohë nuk mori në shqyrtim kërkesën për pezullimin nga detyra për t'i dhënë kohë gjykatës kushtetuese për të shprehur për ankimin e kryeministrit Edi Rama. Fiona Papajorgji është kryetare e re e gjykatës kushtetuese së Shqipërisë. Ajo do të qëndrojë në funksion për një mandat 3 vjeçar. Në njoftimin e gjykatës kushtetuese thuhet se në mbledhjen e zhvilluar për zgjedhjen e kryetarit të ri, Fiona Papajorgji u zgjodh në krye të një institucioni duke marrë votat e gjithë anëtarëve të trupës gjykuese. Vakanca për kryetarin e gjykatës kushtetuese u krijua pas përfundimit të mandatit të Olta Zaçajt në mars të këtij viti, ndërsa Papajorgji ishte kandidatura e vetme në garë për drejtimin e gjykatës kushtetuese. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.